janë si kampione aktuale e botës dhe ka një mision për ta mbrojt titullin, e që sigurisht që nuk e ka atë elanin e para 4 viteve, sepse vetë lojtari i tyre kryesor nuk është në një moshë që në futboll konsiderohet. Trener, çfarë po ndodh kështu? Çfarë ndodh? Diego Maradona i në këto momente Messi. Lionel Messi. Shumë bukur po treni smet edhe me të vërtet. Maradona i smet mund të shi ballë ç'është. Fanellave që e kam dash gjithmonë, edhe që u ndërlidh shumë me ngjyrat e Prishtinës. Shkojsha e këshosha Prishtinës si tifoz, si ples me ndres të Argentinës, shkojsha e këshosha i smet. Pa kon Messi atëherë. Po koni një Messi tjetër. Po të rëmirë fanella Messi, trener? Këta e kam dhurat. E kam dhurat pe i lekës, do me thonë Eli Kafe, o shok i shoku tim, o shok i granitit, po që ma ka bu dhurat ma si e din që e du Argentinës. 2 leka e në atë cëllet lek? A lek Pullës është futbolistit? Po leka... Leka, po. Ama trajner, po më duke që kur ta ka bu dhurat, nështë ta ke qenë pak maj... Ma fit jem kon. Ma fit, se po shie që... se pak jem Lek zhvillu Gojanit, mësë mesëm... Lek Gojanit. Po, Lek Gojanit, po. Okej. Edhe ma ka bo një dhurat me të vërtetën një dres shumë i mirë. Edhe nuk ka fanel me e bukur, mu 2 fanela më pëlqenë. Më bo, dhe me thonë, është fanela Anglisë e bardha, krejt e bardh që është. Edhe kjo fanela ikonike e Argentinës. Po. Më pëlqenë, dhe me thonë, kështu jashtëzakonisht shumë edhe dizajni edhe... Real Madridit është e bukur. Pa, ajo s'ka diskutime, në Real Madridit jo që ti s'ka përshashtu ati me barë me pikë diskutime. Gjyra e varë, sidomos është e mirë. Po me këto që ma ka pru Messi më rapa, dhe me thonë është pak me kujkja, po kupton, po s'ka lidhje. Nuk ti pas ka plëcu krejt e shirat. Krejt kriteret që jam plëcu, po s'ka lidhje, edhe Messi është shumë lojtari madhe dhe i dëshirojmë sukses. Okej, po nisim me parashikimet e mbrëmjes së sotme. Po nisim me profesor Bibir Sokulin Gjuda. Lexojmë ndeshjet edhe rezultatet.